që po shtrihemi por gjumi nuk na merr. Po na kap gjumi por ëndrat këqija shohim gjithë natën. Po qohemi në mëngjes, kemi fletur, por jemi të lodhës dhe s'kemi vullnet për punë. Pra jemi të demoralizuar dhe të dëshpëruar në jetën tonë. E pyetja është, a i mungon pasuria, jo si mungon pasuria. A i mungon makina, jo si mungon makina, ndoshta ka makinën më të mirë. A i mungon shtëpia, si mungon as shtëpia. Nuk ka për qëllim zemra fizike të cilën ne e shohim, të cilën mjeku e preti dhe e bën operacion. Ka për qëllim gjendje shpirtërore të zemrës. A gjendje e cila nuk duket por ndjehet. A gjendje e cila nuk futet në laborator, mirë po ka ndikim në përditshmërinë e njeriut. Dhe kjo është ajo që populli jonë e përdor kur thotë, megjithëse një njeri mund të jetë fizikisht me zemër shumë të sëmurë, po për shkak të mirësisë së tij populli i thotë shumë zemër të mirë paska. E ne i themi e si zemrën e mirë kurse ai sa operacione i ka kryer për shkak të sëmundjes së zemrës së tij, ai po thotë nuk po flas për ata. Po flas për gjendjen shpirtërore të zemrës së tij, nga se është njeri me zemër shumë të mirë, për shkak të veprave të mira të cilat i ka dëshmuar në shoqërinë ku jeton. Pra vëllezërit e mi, në këtë xhuma para se të dalim çdo kush prej nesh, ta pyesim veten tonë në mënyrë që të lidhemi me fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Për ta pyetur veten, po vallë zemrat tona si janë? Ku qëndrojnë zemrat tona në mes dy segmenteve të cilat i përmendi pejgamberi alayhis salatu wassalam? A kemi zemra shpirtërisht të shëndosha që edhe jeta jonë të jetë e shëndosh, ose nga ana tjetër Zot na ruaj na është sëmur zemra dhe prandaj kemi edhe probleme në jetën e përditshme. Jetojmë në një periudhë interesante, jetojmë në periudhën e avancimit të teknologjisë, ku sot jetojmë në një periudhë që edhe dritat të cilat ndizen nuk ka nevojë më t'i prekësh në dorë, mjafton të kalosh por rreth tyre ato ndizen vetë. Ndoshta jetojmë në periudhën ku prodhohen edhe makina që nuk kanë më nevojë për shofer. Jetojmë në periudhën që kemi telefonat në përgjepat tona me cilat komunikojmë me njerëzit në distanca shumë të largëta. Jetojmë në periudhë ku shtrati jonë i gjumit është dhe kushton 1000 euro. Mirë po përsëri, kur ne dëgjojmë të rinj në veçanti dhe shoqërinë në përgjithësi, me telefonata që ato na bëjnë dhe na shprehin shqetësimet e tyre, që po shtrihemi por gjumi nuk na merr. Po na kap gjumi por ëndrat këqija shohim gjithë natën. Po qohemi në mëngjes, kemi fletur, por jemi të lodhës dhe s'kemi vullnet për punë. Pra jemi të demoralizuar dhe të dëshpëruar në jetën tonë. E pyetja është, a i mungon pasuria, jo si mungon pasuria. A i mungon makina, jo si mungon makina, ndoshta ka makinën më të mirë. A i mungon shtëpia, si mungon as shtëpia. E nëse neve tani analizojmë jetën tonë aktuale që ka jetojmë, dhe do të bëjmë krahasimin me gjyshërit tanë të cilët kanë jetuar dhe stërgjyshërit tanë, jeta jo sot është një jetë që ato edhe në ëndër nuk e kanë parë. Ato edhe as që e kanë ëndërruar dhe kanë mund të ëndërrojnë në kohën e tyre këto çka ne jetojmë sot. Shtrati i tyre ka qenë një shtrat që ndoshta ka qenë prej kashte i bërë. Mirë po në atë shtrat prej kashte ato kanë fletur shumë rahat. Në atë shtrat prej kashte ato janë zgjuar në mëngjes të shplodhur plotësisht. Dhe janë zgjuar plotësisht me vullnet për punë dhe për jetë. Kurse ne sot dhomat tona të gjumit i kemi 1000 euro. I kemi dyshekët tanë të firmave më të famshme. Dhe i kemi bërë me luksoze aq tepër sa që qiftët garojnë cili do e ketë dhomën më të bukur. E kam parë dhomën e filanit e kishte këtë dhe ato, ne në dhomën tonë duke shtojmë dhe diçka tjetër tepër, në mënyrë që e jona tjetë më mirë se ati. Mirë po me kretë gjithë këtë luks përsëri gjumi nuk na merr. Kemi shumë ankth o hoxh. Kemi shumë depresion o hoxh. Kemi shumë frikë o hoxh. Kemi këtë dhe kemi atë dhe kemi atë me veçantë rinia jo. Pra, një sëmundje e cila nuk ka shenja temperature. Një sëmundje e cila nuk fulet në rentgen. Një sëmundje të cilës nuk mund t'ja bësh analizat e gjakut. Dhe një sëmundje e cila është e
dukshme, por që është shëmundja më rrezikshme sepse e shkatërron njeriu. Nuk ja mundëson atij gjatë gjithë jetës së tij një ditë të bardhë të shohë. E pra vëllezërit e mi, ku është ajo që gjyshërit tanë me fukarallëkin e tyre dhe me modestinë e thjeshtësinë e tyre, ato jetonin shumë të shplodhur se ne. Shpirti i tyre ishte shumë më rahat se joni sot. Kurse ne sot me bollëqe të panumërta, përsëri rahat nuk kemi. Kemi pasurinë në xhep, kemi pasurinë në kartica, kemi pasurinë në banka, kemi shtëpi gati të ndërtuara, përsëri kemi frikë nga varfëria. Përsëri kemi frikë se do të bëhet diçka. Kemi frikë nga e ardhmja edhe pse nuk e dim se çka bie e ardhmja. Pra, ku është problemi?